Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetet tona të sinqerta, mbi vunën e gjithë pejgamberëve. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona, shoqëria që ndryshoi botën, i dërguari i Allahut dhe shokët e tij. Sonte me lenin Allahut do të lexojmë hadithin e 8 ku ka të bëj me tregimin e pejgamberit alayhi salatu selam me Hudhaifën radhiyallahu anhu, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Muslimi dhe tek Imam Ahmedi. Yazid ibn Sharik radhiyallahu anhu tregon dhe thot se përderisa ishim në shtëpinë e Hudhaifës radhiyallahu anhu, një person tha sikurse do të kisha qenë me të dërguarin e Allahut, apo sikur do ta kisha arritur të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam, do të kisha luftuar për krahti dhe do ta kisha sakrifikuar veten time për të. Hudhaifa radhiyallahu anhu kur e dëgjoi atë se çfarë tha ky person, ju drejtu dhe i tha se vërtet ti do të veproje një gjë të tillë, dhe pastaj vazhdon Hudhaifa radhiyallahu anhu duke treguar dhe thot se veç sikurse ti ta shihje një natë prej netve të betejës së Hendekut, pra betejës së Ahzabit, kur na ka goditur një frymë e fortë dhe një të ftoftit të madh, derisa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe tha, kush prej jush do të shkon në kampin e armikut dhe të më sjell lajme për ta, ai person i cili shkon te kampi i armikut dhe sjell lajme për ta, i tili thot do të jetë apo Allahu do të afroj atë person pranë me ditën e Kiametit. Dhe asnjëri prej nesh, thot Hudhaifa, nuk u ngrit. Dhe i dërguari i Allahut e përsëriti edhe një herë dhe tha, kush prej jush do të ngritet dhe të shkon te kampi i armikut dhe do të lajmëron për ta, ai person do të jetë pra shoqërues i jam në ditën e Kiametit. Thot Hudhaifa, askush nuk u ngrit. Dhe i dërguari i Allahut për së tretë herë tha, kush për jush do të ngritet dhe do të shkon te kampi i armikut dhe do të lajmëron për ta, për armisht, pra se çfarë janë duke bë. Thot Hudhaifa radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut pastaj tha se ai person, pra të tillin Allahu do ta bën që ai të jetë afër me ditën e Kiametit, dhe përsëri askush prej sahabëve, pra prej shokëve të pejgamberit, nuk u ngrit, ndërsa pastaj i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më thiri me emër dhe më tha, ngritu o Hudhaifa, pra qohu Hudhaifa dhe më sill lajmin e armiqve. Dhe thot Hudhaifa radhiyallahu anhu, pasi që i dërguari i Allahut e thiri emrin tim, nuk pata zgjidhje tjetër vetëm se ta çoj në vend pra urdhën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe i dërguari i Allahut më porositi dhe më tha, Hudhaifa, shko tek kampi i armiqve, shif se çfarë janë duke bër, por thot mos i trazo ata kundër neve. Dhe thot Hudhaifa radhiyallahu anhu, posa u shkëputa prej të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salatu wasalam, edhe pse ishte një mot me erë të madhe dhe një ftoft shumë i madh, mirë po thot atë erë të madhe dhe atë ftoft të madh nuk e kam nin trup timin. Pra aq rahat jam kon, thuti që jam duke dal prej një banjës masi që i kam bot tush. Dhe thot Hudhaifa, pse kështu? Për arsye se ky është ngrit për me çu në vend urdhën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe Allah subhanahu wa taala pra Hudhaifën e ka ruajtur. Dhe pastaj vazhdon Hudhaifa duke thonë, po sa mbrita në kamp, e po është thot Ebu Sufjanin, i cili ja kishte kthy shpinën zjarrit, pra ishte duke u nxe, dhe thot në atë moment e vendosa shigjetën në harkun tim dhe doja që ta vrisja pra Ebu Sufjanin, po doja mund ta vrisja shumë kollaj, mirë po thot mra mend fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shko vëzhgoju, pastaj na sill lajmin dhe mos i trazo ata kundër nesh. Dhe thot Hudhaifa radhiyallahu anhu, thot u ktheva tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke e ndi po të njëjtën vrati sikurse kur isha duke u shkurur tek kampi i armikut, sikurse jam duke shku për të bërë tush, pra për relaksim, e jo pra po kthehem prej armikut, prej një fryme të madhe dhe një ftofti të madh. Dhe i solla lajmet pejgamberit alayhi salatu wasalam, pasi që përfundova raportimin tim atë se çfarë kam pa, i tregova të dërguarit të Allahut, më herë thot fillova me ndit ftoftin
me fillova me ndit ftoftin, sikurse që kisha ndi më herët, ndërsa i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot më mshtolli me mantillin e vet, që me atë mantill ai falej dhe kështu thot mzuni xhumi deri në mëngjes, dhe posa doli agimi i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më tha ngrihu apo zgjohu o xhumash. Ky është pjesa e transmetimit të hadithit që e gjejmë tek Imam Muslimi me numër dorë 1788, ndërsa Imam Ahmedi në musnedin e tij tregon këtë hadith ku thot Hudhaife shkova thot dhe u futa në mesin e njerëzve, ndërkohë që era dhe ushtria e Allahut të lartësuar bënin atë çfarë bënin. Dhe thot Hudhaife radhiyallahu anhu nuk kishte zjarr që gatuhej dhe nuk kishte çadër që qëndronte mbi tokë, vetëm se zjarri u shymke dhe çadra shkatrohej. Pastaj vazhdon Hudhaife duke thonë, në atë rast u ngrit Ebu Sufjani dhe tha o populli Kurejshve, shikoni se kënd e keni të ulur afër jush, kush është pranë jush, sepse kishte ndi diçka se mos ndoshta është futur dikush për të na vëzhguar. Dhe posa e dëgjova Ebu Sufjanin, thot Hudhaife radhiyallahu anhu, thot i pari e kapa atë person që kisha nënën e djathtë dhe tjetri nënën e majt dhe i pyeta të dytë, kush jeni ju? Dhe than, unë jam filoni, a tjetri tha, unë jam filoni, kështu që unë thot nuk u zbulova, dhe pastaj Ebu Sufjani tha, o populli Kurejshve, pasha Allahun, ju më nuk jeni të sigurt në këtë vend për me qëndru, kuaj tonë kanë cofur, deve tona kanë cofur, fisi Beni Kurejla na ka trathu, aq shumë ere madhe është ka bodh dhe aq i ftofti madhe është ka bodh, sa që nuk ka enë që qëndron vendin e vetë, nuk ka zjarë që mund të ndizet për të gatuar. Thot, unë thot, do të iki, do të lëvizi prej këtu, pra do të nisën drejt Mekës, ai cili don të vjen pas me le të vjen, pastaj vazhdon Hudhaife radhiyallahu anhu duke thonë se shkoi në devën e tij ku kishte të lidhur, i hypi devës dhe thot Hudhaife, thot e nxora thot harkun, vendosa shigjetën harkun tim, po doja ta vricja, mund ta vricja, por mu kujtu fjala pejgamberit alayhis salatu wassalam, mos bëj asgjë derisa të vish tek unë. Pra kjo pjesë është hadithi sakt që e gjejmë tek Imam Ahmedi. Të ndruar vëllezër, para se të shpjegojmë këtë hadith dhe të nxjerrim dobitë dhe mësimet e hadithit, fillimisht është mirë me njohur se kush është Hudhaife radhiyallahu anhu. Ai është sahabi, shok i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i biri Hisl ibn Yamanit radhiyallahu anhu. Baba i Hudhaifes o kon me kas, mirë po në Mekë kishte rënë në xhak, pra ka rënë bela, e ka vrarë dikën dhe pastaj është detyruar me u largu prej Mekës dhe me ardhë me bo hijret mu shpërngull Medinë. Dhe ka qenë prej burrave të parë që e ka pranuar Islamin para pejgamberit alayhis salatu wassalam, së bashku me familjen e tij. Pra Hudhaife radhiyallahu anhu është rritur me një familje islame. Pra e ka pranuar Islamin para se me pa pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe Hudhaife radhiyallahu anhu enkas shkon në Mekë për të takuar të dërguarin Allahut Muhammedin alayhis salatu wassalam. Pra pasi që vetëm ishte musliman dhe e ka pyet pejgamberin Allahut të dërguarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, o i dërguari i Allahut, a jam unë prej muhaxhirëve apo jam prej ensarëve? I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur Hudhaifes duke thonë, zgjidh ti atë çfarë ta dëshiron shpirti yt, nëse do të bëu prej muhaxhirëve, por nëse do të bëu prej ensarëve. Dhe Hudhaife radhiyallahu anhu i thot, o i dërguari i Allahut, thot un jam prej ensarëve dhe kështu pra u bë që të mbetet prej ensarëve. Pas hijretit të pejgamberit alayhis salatu wassalam në Medinë, Hudhaifja nuk i është ndarë kur pejgamberit alayhis salatu wassalam, pra shoqërimit të pejgamberit të Zotit, sikurse hija që shoqëron njeriu, kështu ka qenë dhe Hudhaifja me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ka marrë pjesë në gjitha betejat së bashku me të dërguarin e Allahut, pos në betejën e Bedrit. Pra në betejën e Bedrit Hudhaifja nuk ka marrë pjesë. Cila është arsyeja që nuk ka marrë pjesë Hudhaifja në betejën e Bedrit? Se ai së bashku me babën e vet Jemonin, pra nuk kanë qenë Medinë, kanë qenë jashtë Medinës. Dhe në momentin kur janë kthyr në Medinë, ndërsa ushtria i vytare me kase e nisur për me luftu pejgamberin alayhis salatu wassalam, pra
në Bedër dhe i kanë nxonë, kanë rënë durët e tyre dhe i kanë pyet për ku jeni nis, ata i kanë thonë po shkojmë në Medinë. Ata i kanë thonë jo, ju po shkoni me i ndihmu profetit Zotit në luftë, ju me luftu krah për krah me pejgamberin kundër neve. Derisa janë zotu dhe kanë thonë se na nuk po shkojmë me luftu, por po shkojmë në Medinë dhe pastaj kanë takuar të dërguarin e Allahut pra Hudhaife së bashku me babën e vet e kanë taku pra pejgamberin alayhi salatu wasalam i kanë tregu për atë se çfarë ka ndodhur, pra kanë dhënë zotim se nuk do të luftojmë, por do të shkojmë në Medinë dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë mbajeni premtimin tuaj. Pra kjo ka qenë arsyeja pse Hudhaife dhe baba i tij Yemeni nuk kanë prezantuar në betejën e Bedrit. Ndërsa në betejën e Uhudit ka marrë pjesë së bashku edhe Hudhaife, po edhe baba i tij Yemeni. Dhe Yemeni baba i tij është vrarë gabimisht prej muslimanëve në betejën e Uhudit, për shkak se kanë qenë fytyrat e tyre të mbulum, edhe pse Hudhaife e kanë ngritur zonin duke thonë ky është baba im, derisa është vrarë gabimisht prej muslimanëve. Pastaj dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me shpagu, pra me pagu gjakun e babës së tij, ndërsa Hudhaife radiallahu anhu ka thonë gjakun e pagesës së babit tim, pra babës tim po e lo si sadaka për muslimanë. Hudhaife radiallahu anhu vëllezër ka qenë një prej sahabëve më mendjemprehtë, i cili i ka kuptuar shpejt çështjet dhe i ka ruajtur sekretet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe ju e dini se i dërguari i Allahut në Medinë nuk ka pasur problem vetëm me hebrejët, por se problemin më të madh i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Medinë ka pas me munafikat. Dhe i dërguari i Allahut i kishte treguar emrat e munafikave Hudhaifes radiallahu anhu dhe kishte kërkuar për Hudhaifes radiallahu anhu që ai me i vëzhgu dhe me i përcjell veprimet e munafikave në Medinë dhe pastaj Hudhaifja me i raportu pejgamberit alayhi salatu wasalam me qëllim që i dërguari i Allahut dhe muslimanët të mbrohen prej sherrit të tyre. Pra, Hudhaifja radiallahu anhu vëllezër është njohur edhe si ruajtësi i sekreteve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra i ka ditë emrat e munafikave në Medinë. Ulemaja kur kanë folur se sa ka qenë numri i tyre, nuk ka ndonjë numër fiks të precizuar, se i dërguari i Allahut nuk i ka përmend munafikat me numra, por se ka treguar se cilat janë cilësitë e munafikave. Mirë po kanë thonë se kanë qenë 17, disa për tyre kanë thonë kanë qenë 40 munafika, disa të tjerë kanë thonë kanë qenë 300 munafika që kanë jetuar në Medinë. Omeri radiallahu anhu një ditë për ditëve e ka pyet Hudhaifën, prisi besimtarëve, e ka pyet Hudhaifën, e ka kapur për gjoksti dhe i ka thonë mos jam unë mesin e munafikave, edhe pse i dërguari i Allahut ka dëshmuar për të prej banorëve të xhenetit. Edhe ju e dini se Omeri radiallahu anhu kur ka qenë në Uhud së bashku me Ebu Bekrin dhe me pejgamberin e Zotit, dhe Uhudi ka filluar me lëviz, ndërsa i dërguari i Allahut i ka mshuar me komën e tij Uhudit dhe ka thonë qëndro Uhud, mos lëviz se me ty është një sinqert dhe një shahid pra dëshmor, e që është pra fjala për Omerin radiallahu anhu dhe është pra Omeri radiallahu anhu si shahid. Omeri radiallahu anhu ka kapur për gjoksi Hudhaifën dhe i ka thonë trego se ajo mund prej munafikave, ndërsa Hudhaife radiallahu anhu është përgjigjur se ti nuk je dhe nuk i ka dhënë më shumë emra apo detaje për emrat e munafikave. Gjithashtu nëse ka vdek dikush, Omeri radiallahu anhu ka shiku se apo prezanton në atë xhenoze Hudhaifja. Nëse ka qenë prezant Hudhaifja, Omeri ka shkuar ka fal namazin e xhenozës. Nëse nuk ka qenë prezant Hudhaifja, nuk ka shku me fal namazin e xhenozës. Pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pas vdekjes së Ebu Bekrit, xhilafetin e merr apo qeverisjen e merr Omeri radiallahu anhu. Dhe e kap Hudhaifën përsëri. Dhe i thot: "O Hudhaife, a është dikush për njerëzve të mi që qeveris prej munafikave?" I thot Hudhaife: "E ki vetëm një person." Mirë po nuk i tregon as emrin dhe nuk i tregon as detajet se kush është ai. Edhe pse Omeri radiallahu anhu i kishte bërë trusni të madhe për me tregu emrin, mirë po Hudhaife nuk ka treguar se e ki një person në udhërsinë tënde. Dhe ju e dini se kush ka qenë Omeri radiallahu anhu. Dija ti, largpamësia ti, devotshmëria ti,
Omeri radiallahu anhu e ka vrejt se kush është ai person. Edhe e ka ndruat person me një person tjetër dhe nuk i ka tregu atij cila është arsyeja e shkarkimit tënd, dhe mbi gjitha Omeri radiallahu anhu e ka mbajtur sekret kët, sikurse çush e ka mbajtur sekret edhe Hudhaifa radiallahu anhu, duke mos ia treguar emrin se kush ishte ai hipokritje, po ai munafiku që ka qeveris në pushtetin e Omerit radiallahu anhu, mirë po zgjuarësia, devotshmëria ka bërë që Omeri vetme e kuptu se kush ka qenë ai. Hudhaifa radiallahu anhu vëllezër ka transmetuar një numër hadithesh dhe është i njohur si transmetuesi haditheve të fitneve, trazirave dhe haditheve që flasin për shenjat e kiametit. Omeri radiallahu anhu tregon vetë Hudhaifa radiallahu anhu, përderisa ishim duke qëndruar tek Omeri radiallahu anhu. Hadithi është tek Imam Buhari dhe Imam Muslimi. Dhe Omeri pyeti dhe tha, kush apo cili është ai prej juve që i din hadithet që flasin për fitnën, për trazirën? I thash, o prisi besimtarve. Mu drejtu dhe më tha, o Hudhaifa, thot, ti thot, me të vërtet ki guxim me i tregu hadithet që flasin për fitnët, për trazirët? I thot, po si o prisi besimtarve, dhe vazhdon Hudhaifa duke tregu dhe duke thonë, thot, fitnja e njeriut në familjen e tij, fitnja e njeriut në fëmijët e tij, fitja e njeriut në pasurinë e tij, fitja e njeriut në kojshinë e tij. Thot, gjitha këto thot i pastron apo i shlyn namazi i tij, agjërimi i tij, sadakja i tij, urdhri për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Dhe Omeri radiallahu anhu i drejtohet dhe i thot Hudhaifës, o Hudhaifa, nuk është kjo ajo çfarë po kërkoj unë. Thot, e kam fjalën, thot Omeri, për fitnën e cila trazohet sikurse trazohet deti. Nuk po të flas për këtë fitnë, por po flas për një fitnë e cila trazohet sikurse trazohet deti. Dhe pastaj Hudhaifa radiallahu anhu vazhdon duke thonë, o prisi besimtarve, thot, pse po shqetësohesh ti kur nuk je pjesë e saj? Nuk je pjesë e saj, o prisi besimtarve. Dhe thot Hudhaifa, mes teje dhe kësaj fitnës është një derë e mbyllur. I thash, Omeri, a ka mu thy kjo derë, apo ka mu hap kjo derë? Hudhaifa përgjigjet duke thonë se kjo derë do të thehet. Pastaj Omeri radiallahu anhu tha, atëherë tha, kjo derë asnjëherë nuk do të mbyllet më. Shekiku, transmetuesi hadithit, thotë se dikush prej nesh e ka pyet Hudhaifën, o Hudhaifa, a e ka ditë Omeri se kush ishte ajo derë? Ka thonë, po, e ka ditë Omeri kush ishte ajo derë, ashtu siç e dinte se të sotmën e pason e nesërmja, nga që thot unë i kum tregu atij hadithin që nuk përmban gënjeshtër. Thot transmetuesi, nuk kemi pasur guximin me pyet Hudhaifën se cili ka qenë ai personi që do të thyet ajo derë. Thot, e kemi shti dikon tjetër dhe i kemi thonë pra Mesrukut, o Mesruk, pa pyete Hudhaifën se a ka qenë ajo derë thyr Omeri radiallahu anhu? Ka thonë, Mesruki thot e kum pyet dhe është përgjigjur se ajo derë ka qenë Omeri radiallahu anhu. Këtë hadith dhe gjem tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi. Pra, Hudhaifa radiallahu anhu i ka ditë hadithet që kanë bëjnë me fitnën dhe i ka ditë hadithet e shenjave të kiametit, dhe po ashtu ka qenë për atyre që e ka marrë sekretin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka vdek në vitin 36 Hijri në Irak, ku ka qenë aty edhe si guvernator pra në Irak. Kjo ishte sa i përket njohjes së transmetuesit pra Hudhaifës radiallahu anhu. Sa i përket ngjarjes së Hudhaifës me pejgamberin alayhi salatu wasalam, kjo është një prej ngjarjeve që Hudhaifa radiallahu anhu e vlerëson më së shumti në jetën e tij. Dhe këtë ngjarje Hudhaifa radiallahu anhu e ka tregu ka fundi i jetës së tij. Vëllai nuk e ka tregu në fillim, po e ka tregu ka fundi i jetës së tij. Jo që e ka pas qef me tregu këtë ngjarje dhe mu lavdru para të tjerëve. Jo, por se i është imponuar dhe i është kërkuar që Hudhaifa radiallahu anhu me tregu këtë ngjarje. Pra, Hudhaifa radiallahu anhu e tregon pjesëmarrjen e tij në betejën e Hendekut. Dhe betejë e Hendekut i ka dy emra, sikurse që e dini ju.
Pra është Hendeku dhe është quajtur edhe betejë e Ahzabit. Pse është quajtur betejë e Hendekut? Sepse muslimanët e kanë hapur një hendek kur kanë dyshuar se aty është hyrja që më kollaj mundën më fut armikun me Medinë, për atë edhe kanë hapur hendekun, ndërsa pjesë tjera të Medinës kanë qenë të rrethuara me kodrina, edhe rrugët kanë qenë me thepa. Domethënë e kanë pas vështirë që armiku me Medinë, për atë e kanë qelë hendekun dhe e ka marrë betejë e Hendekut, dhe po ashtu njihet edhe betejë e Ahzabit, për arsye se të gjitha grupet prej idhujtarëve, të cilët kanë qenë dhe gjitha fiset janë bo bashkë me luftu pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe me i luftu musliman, ku dihet se mbi 10.000 vet, pra ja kanë mësy Medinës për me luftu dhe me shparos jo vetëm profetin, po gjithë musliman. Mirë po e dini se si ndodhi edhe fundi i kësaj betejë, ku i madhi Zot pra me fuqinë e tij pra e shkatroi gjithë ato ushtri të madhe. Pra jo vetëm që i dërguari Allahut ka pas problem me armikun e jashtëm, por problemin më të madh e ka pas edhe me armikun e brendshëm, pra hebrejët edhe munafikat. Prej dobive dhe mësimeve vëllezër që përfitojmë nga ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam, është e para, robi mendon nganjëherë se ka mundësi me bën ndonjë vepër shumë të madhe. Mirë po ai nuk e din se nuk e ka forcën e kryerjes së pasojë veprën. Andaj është shumë mirë me a ditë hallin vetit, para se mu ngrit edhe me bo një punë. E dyta, del në shesh kultura e Hudhaifës radhiyallahu anhu. Sepse atë çfarë kishte parë ai në betejën e Hendekut, nuk ju ka treguar njerëzve. Pse? Se jo çdo gjë që shikohet tregohet dhe jo çdo gjë që lexohet praktikohet. O nisë për këti parimit. Çdo gjë që shen njeri nuk bën me kallëzu, edhe çdo send që lexon pra nuk bën me praktiku, për arsye se ketë bëjmë me njerëz të cilët nuk kanë njohuri për ato gjëra të cilët ti i flet, ose për ato gjëra të cilat ti i praktikon. E treta, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka njohur shkallësitë e Hudhaifës. Për atë i ka thonë Hudhaifës, ngritu ti o Hudhaife. Ku në betejën e Hendekut nuk ka qenë veç Hudhaifja, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Talha, Zuberi, Aliu, ka pas plot burrat mëdhej dhe plot burrat fort. Mirë po, e ka përmend emrin e Hudhaifës dhe i ka thonë, ngritu ti o Hudhaife, sepse e ka njohur shkatësinë e tij, po të njëjtën kohë dhe Hudhaifja e ka ditë se çfarë po kërkon pejgamberi alayhi salatu wasalam. E katërta, shkurja e Hudhaifës për në kampin e armikut dhe kthimi i Hudhaifës prej kombit të armikut tek i dërguari Allahut ka qenë mrekullin vete, sepse Allah i lartësuar e ka ruajtur Hudhaifën. Kur dihet se sa e rëndësishme ka qenë kjo betejë, kur dihet se sa erë madhe ka qenë dhe sa i ftoftë i madh ka qenë, ndërsa Hudhaifa radhiyallahu anhu nuk e kanë di as frymën e madhe, erën e madhe, po të njëjtën kohë nuk e kanë di as ftoftin e madh. Dobia tjetër është, edhe pse tham shkurja dhe kthimi ka qenë me frymë të madhe dhe i ftoftë i madh, Hudhaifja aq relaks ka qenë për to, aq i relaksuar, si thot ai vet, sikurse unë po dal prej banjës, ku bëni tush, edhe po dal prej banjës, dhe insani kur bën tush me ujë të nxehtë, dihet se sa e ka trupin e nxehtë. Domethënë, është i nxehtë dhe nuk e merr vesh, edhe nuk e nin as pak të ftoftit. Dobia tjetër është vëllezër se dërgimi i emanetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë urdhër. Për atë edhe kur e ka dërguar Hudhaifën radhiyallahu anhu i dërguari Allahut me shku me e vëzhgu kombin e idhujtarëve, edhe mos me i ngacmu ata, dhe Hudhaifa radhiyallahu anhu e ka marrë këtë urdhër. Ka shku, ka pasë se çfarë është ka bot, dhe pastaj është kthy tek i dërguari Allahut. Pse i dërguari Allahut ka thonë shko, vëzhgo dhe mos i ngacmo? Për arsye se po i ngacmoi Hudhaifja, ata do të hidhroheshin ndaj muslimanëve dhe pastaj ndoshta do të bënin një gjë shumë të madhe që do të ishte shumë e vështirë për t'i përballuar pra muslimant veprës së tyre. Por ka thonë shko, këshyri që apo bëhem, edhe këtheu më lajmëro se çfarë ke po. Dobia shtatë është se çdo gjë që ka po Hudhaifa radhiyallahu anhu tek armiku, që gjithë ja ka tregu vetëm pejgamberit alayhi salatu wasalam.
Dhe i ka tregu në fund se armiku po bëhet gati për me ik prej Medinës, pra me lshu Medinën. Dobia tjetër është të vëllezër se Hudhaifa radiallahu anhu gati sa nuk është kapur prej dhujtarëve. Dhe këtë e ka vrejt Ebu Sufjani. Për ato Ebu Sufjani ka thonë, ai cili është afër, let e kap një tjetrin dhe të prezantohet kush është, mirë po zgjuarësia dhe shkatësia e Hudhaifës radiallahu anhu ka bërë që ai pari mi kap durët e tyre dhe me pyet se kush jeni ju, duke anashkaluar veten e tij që të tjerët mos ta pyetnin se kush është ai, dhe kështu i është larguar këtij rreziku. Dhe dobia funit është që e kam përmendur ulemaja që lidhet me këtë temë, është se asnjëherë mos thuaj sikur kisha qenë do ta kisha bë këto, ose do ta kisha bë atë, sepse mund ndodh që ti mos provu, pastaj ti me kon për njerëzve më të dobët. Pra, në atë betejë, tham fillim, ka pasur trima dhe burra shumë më të fortë se sa Hudhaifja, por i dërguari i Allahut kur ka kërku kush po ngritet dhe po shkon kombin e armikut, asnjëri prej tyre nuk është ngrit. Vetëm atëherë kur pejgamberi alayhis salatu wassalam pra e ka përmend emrin e Hudhaifës radiallahu anhu. Ky është mësimi jon për sonte. Elusim Allahun e lartësuar ta falë dhe na mëshiron me shpresë që takomin e dersit tona të radhës sallallahu alaihi wasallam.